Gostivari po pret ndryshime dhe sot në garën për qytetin kemi edhe një kandidat të pavarur, Visar Ademi. Ai kritikon punët e pabëra në komunë, korrupsionin, papastërtinë dhe kaosin urban në Gostivar. Por a ka ai vetë një përgjigje për të gjithë këto probleme që prekin njerëzit? Sot në histori do ta pyesim qartë për atë se çfarë do të bëjnë në ditën e parë nëse zgjidhet kryetar komune, si do ta pastrojë administratën nga politika e vjetër dhe cilët janë projektet reale që do ta bëjë Gostivarin të duket më bukur se sa është në letër. Por banorët e Gostivarit nuk kërkojnë dhe nuk presin vetëm kritika dhe vërejtje të bukura, por edhe zgjidhje të problemeve dhe prakticitet në punë. Visar, jeni kritik më shumë apo edhe zgjidhës i problemeve? Në qoftë se analizojmë të kaluarën time kritik, tani ka ardhur koha të zgjidh probleme. Visar, kandidoni si i pavarur. Po? Më shumë duket kjo si një kandidatur e pavarur reale apo si mungesa asaj partive politike që nuk u kanë ofruar mbështetje? Jo i pavarur. Unë jam me njerëzit, me popullin. Nuk jam i pavarur nga partitë politike, por jam i varur shumë nga qytetari dhe nga mbështetja që ato më japin. Domethënë, parimisht politikisht jam i pavarur, por varshmëria dhe pavarësia nuk janë gjithmonë të vetëm. Ato vinë në koalicion me popullin dhe me qytetarin. Visar, po të ndalim edhe të kjo pyetje pak. Keni pasur ndonjë ofertë nga partitë politike, ju kanë ofruar për mbështetje? Shumë. Kam patur oferta edhe në kaluarën për qenë ministër edhe për qenë deputet. Gjithmonë u kam thënë që nëse ndonjëherë do kandidoj dhe do merrem me politik, do jetë si pavarur, sepse e di që ndonjëherë strukturat partijake ose politike mund të japin avantazh madh sepse kanë organizim, por ndonjëherë mund të kenë një kosto të madhe sepse do duhet atëherë të plotësohen tekat dhe nevojat e tyre, edhe gjithmonë lehet ana qytetari. Dhe prandaj kemi ndonjëherë administratë disfunksionale, kemi borxhe të mëdha publike, të cilat më tepër vënë në shërbim të partisë politike se sa vënë qytetarin. Unë tani për herë të parë kam vendosur të bëj aleancë me qytetarin, sepse ka kohë që në asnjë nuk jam marrë me politikë ose me një post publik, edhe kur e kam vendosur kam thënë që do futemi dinjitetshëm në garë, nëse do duhet më mirë të humbi i pavarur në mënyrë të dinjitetshme, se sa të fitoj me parti politike në mënyrë të padinjitetshme. Si do të sillni projekte për Gostivarin, apo do të mbeteni një kryetar komune që do të ankoni vazhdimisht s'ma qeveria projektin? Unë kam sill projekte për Gostivarin duke mos qenë kryetar i komunës. Nuk e di, ndoshta nuk e dini ju, për shembull unë kam qenë përpiluesi, tekst shkruesi edhe fituesi i projektit të Aikeni, qendra sërinore. Edhe pse komuna e Gostivarit e gëzon këtë lloj projekti, mirë po unë e kam fituar, e kam gjetë donatorin dhe e kam aplikuar. Unë kam qenë tekst shkruesi dhe aplikuesi i projektit të parë për IPA me Bashkinë e Korçës. Domethënë, aq që duhet ta them unë se tërë kohës kam punuar në projekte ndërkombëtare. A e din sa parë të lira ka për zhvillim komunal në botë? Vetëm Gjermania ka diku rreth 5 miliardë euro. Unë do krijoj një lloj administrate të fuqishme që do bazohet në thithjen e granteve, të cilat do merren me zhvillimin e jetës ekonomike, arsimore dhe kulturore e qytetit, do merret me potencialet agroturistike të Gostivarit, kjo e para, dhe dyta do merrem shumë me konceptin e mekanizmit publiko-privat. Domethënë do krijoj diku për 3 deri në 35 milion euro punë që do t'i financoj sektori privat, ndërkohë që ne do të japim këto lloj punë me koncesion ose me kontrata për të shfrytzuar për një afat më gjatë, ndërkohë që do i marrin paratë e sektorit privat. Deri tani politika e ka shfrytzuar shumë pjesën çfarë bën qeveria dhe ka luajtur gjithmonë rolin e viktimës, ndërkohë që unë do e përdoj qeverinë vetëm në mekanizmin e 3 dhe 4 nga tatimet dhe taksat. Do mundohem që të marrë shumë para të lira që ka sot bota, do mundoj të shfrytëzoj sektorin privat si lokomotivë mbartëse të krijimit të këtyre projekteve, sepse kështu është zhvilluar bota, nuk është zhvilluar ndryshe. Domethënë sektori privat ka bërë investime dhe për këtë ka marrë një afat të gjatë të shfrytëzimit të burimeve publike, të cilat janë të mira për të gjitha, por investimet dhe parat kanë ardhur nga sektori privat. Cilat janë ato problemet më të theksuara Gostivarit? Dy janë problemet. E para janë problemet e mesjetës. Unë që i problemet e mesjetës është për shembull qendra ndërsak, është uji i pishëm, kanalizimet fekale atmosferik, këto që janë, domethënë që ne na bëjnë që çdo qytetar i mekanizmit perëndimor që të në mesjetë. Dhe e dyta janë programet zhvillimore që kanë të bëjnë me arsimin, me ekonominë, me kulturën, me sportin,
të cilat ne i quajmë programe soft ose programe të buta, për që japi një perspektivë dhe një mundësi të mirë për sektorin privat, për të rinjt e kështu me radhë. Tani do duhet bëhet një kombinim i këtyre dy projekteve ose këtyre dy problemeve, do duhet zgjidhim ato që quhet ujiti i pishëm, veturinat, klasifikimi, reciklimi i tyre dhe shfrytëzimi me biogaz për nxemjen e. Për shembull te deponinë që kemi deponinë Rusino, e cila pothuajse është në prag të falimentimit ose më saktë ka falimentuar më sepse pa efekt. Si do t'ja bëni ju me mbeturinat? Me mbeturinat ne kemi një plan për domethënë për plotësimin e të kontenerave dhe shportave të vogla për konsum të vogël dhe për mbeturinat vogla, reciklimin, seleksionimin dhe përdorimin e tyre, dhe në fund krijimi i një lloj mekanizmi ekonomik për mbeturinat të cilat do të kthehen në energji nëpërmjet të biogazit, të prodhimit të biogazit, që Gostivaji njëherë përgjithmonë domethënë mos ketë mbeturina, por ta shfrytëzojë mbeturinë si resurs ekonomik. Po ku do të merrni parat për ai që tash pas domethënë do mundohemi, unë kam qenë në Zvicër këto para një javë, edhe kam parë disa investitorë zviceran që janë interesuar që të investojnë parat e tyre, sepse ato e kanë know-how, punojnë në Zvicër me këto lloj projektesh, por do kemi një tender të hapur, e cila do kërkoj që kompanitë më të mira botërore dhe europiane të shprehin interesim që domethënë mbeturinat jo vetëm të mblidhen, të reciklohen dhe të seleksionohen, por të përdoren duke patur një lloj investimi në krijimin e tubacioneve për krijimin e nga mbeturinat të biogazit. Të flasim pak për urbanizmin. Gostivari pothuajse çdo ditë po ngushtohet. Shohim ndërtime pa standarde. Po. Ndoshta edhe pa leje. Nëse ju bëni kryetar komune, çfarë do të bëni me ato objekte? Do t'i prishni, do t'i konfiskoni, do të kërkoni standarde për ata, apo? Unë nuk dua të vi këtu me shpatën e madhe që do prish gjithçka, mirë, po ai që do duhet bëhet është rregullohet njëre përgjithmonë Gostivaji dhe planimetria e Gostivajit. Nuk mundet Gostivaji të jetojë në diametër për 200 metrë nga qendra, ndërkohë që ka lagje 500 metra nga qendra që s'kan as kanalizim, nuk kanë as rrugë as shumë radhë. Domethënë do duhet të bëhet një plan, planimetri e mirë, se çfarë është zonë kolektive, që ka qenë kohën e komunizmit dhe për nuk ka pas as edhe një kriter ndërtimi, sepse tani ke ndërtesa të cilat janë 10 metra prej barezave. Gjithkund ndërtohet, gjithkund ka banesa, por nuk ka një planimetri se si duhet zhvillohet Gostivaji. Do duhet të ketë një lloj zona të caktuara ku ka për banim kolektiv. Do duhet çlirohet njëre përgjithmonë nga veturat dhe nga rezidentët. Do t'ju pyes edhe para qendra e Gostivajit, sepse aty do të jetë truri financiar. Do ta zgjeroni Gostivarin. Keni ndonjë? Absolutisht po do të zgjeroj. Domethënë do duhet të plani për zgjerimin e Gostivarit. Është që të krijohen disa zona elitare të jashtë Gostivajit, që të mundet njerëzit të cilat kanë para dhe kanë mundësi që të kenë një lloj, ai quhet një kvartin e vet elitar për Gostivajin. Do mundohem që sheshin e qendrën e Gostivajit të kthej në shërbim të bizneseve dhe të trujit financiar të Gostivajit, dhe pjesa rezidenciale të mund të jetë përtej Gostivajit, jashtë Gostivajit, ato që janë të mund të gjejnë një lloj rehatie dhe lloj jetese mendat Gostivajit, por pasi gjithashtu duhet qendra të jetë për në shërbim të biznesit dhe të trujit financiar të Gostivajit, dhe këto pjesa rezidenciale tjetra të krijohen lehtësira që Gostivajit mos jetojnë më gjithmonë në qendër, por ta gjejnë hapësirën tjetër ku mund të jetojnë. Si është e mundur që në qytetin e Gostivarit të ketë dikund 15.000 vetura, ndërkaq ka vetëm 1.000 vende parkimi? Sa parkinge do të bëni? Si keni plan? Këtë parkingu interesant është, unë kam projekte shumë mëdha për parkingun, do duken pak çuditshme. Nëse shikoni këtë parkun këtu, do kemi një fizibilitet studimi dhe do mundohemi që të krijojmë jo parkinge në kate, siç premtonte Taravari, por parkinge në toksore. Pse? Sepse Gostivaji nuk ka hapësirë të madhe se ku mund zhvillohet, ku mund të ndahet. Dhe çdo parkingu në kate e merr një hapësirë të diçka që mund të jetë e përdorshme ekonomikisht apo mund të jetë e përdorshme nga qytetarët. Sa parkinge planifikohet? Tani sa parkinge për shembull nëse do e marrim parkun e Gostivajit, ideja është që ta ngrejmë këtë parkun nga në kamp, ta groposim, vendosim poshtë veturat ose një pjesë e parkut që të ketë rënje, edhe prapë ta vendosim parkun e qytetit. Po si do t'i bësh këto kur komuna është në borxhe? Nuk ma kuptoj. Ideja është me partneritet publiko-privat. Do të kompanitë private t'u jepet koncesioni sipas një plani biznesi. A do të thotë se kjo pak është ikje nga përgjegjësia?
Jo, s'kem, Apo për ndryshe nuk kemi, nëse do, opcion tjetër? jo, s'kemi opcion tjetër. Nëse do futemi, tash do futem komunë, do ketë një borxh për 25 dhe 30 milion euro, atëherë i bie që ne vetëm të shkojmë politikisht në komunë, ta marrim atë rrogën e komunës, punsojmë një 500 vjet në punë, edhe asnjë investim mos bëhet. Do të thonë ne nuk kemi alternativë tjetër. S'kemi alternativë, sepse borxhi publik i komunës ka vajtur në nivele të cilat janë alarmante dhe komuna bërtet nga kjo papërgjeshmëri e institucioneve tani momentale që udhëheqin komunën. Por do mundohem shoh edhe shumë mënyra për marrjen e granteve dhe parave të lira të komunës. Edhe në raportet ndërkombëtare, por thuhet që investitorët nuk është që vinë shumë në Maqedoni, por edhe gostivari nuk është që amnistohet nga kjo, për shkak të korrupsionit edhe burokracisë. Si do t'i tërheqni ju investitorët në Gostivar? Gostivari mos harro, sepse Gostivari ka edhe tetor dhe Gostivari ka një diasporë dinamike të madhe shumë. Atje ka pata për shembull raste të takoj njerëz të cilat janë, se shif gjenerata e tretë e njerëzve nuk janë ato personat me zanate dhe me punë fizike. Tani ke personat nga Gostivari të cilat punojnë për banka, institucione financiare, kanë personat të cilat kanë know-how, kanë dije, dhe kanë personat të cilat kanë rrjet të madh njerëzish. Nëse s'ka para, mund të ketë një rrjet të njerëzve të cilat duan të investojnë në Gostivar. Shive, unë kam marrë edhe unë do aplikoj dhe do fitoj Gostivari, nuk kam marrë për ta fituar, nuk garoj këtu për ta fituar, për ta transformu Gostivarin. Kjo është ideja ime. Unë do të transformoj në një qytet i cili do jetë do folë gjitha ndej në rajon, në Ballkanin Perëndimor, se si mund bëhet nga një qytet i cili ka probleme të shekullit kaluar dhe të mesjetës, në një qytet i cili është përplot ka elasticitet, ka jetë brenda dhe ka një opcion dhe mundësi për të rinjt. Keni ndonjë kompani që u ka kontaktuar që nëse ju vini në kam plot ashtu kompania, ka plot ashtu kompania, të cilët thashë një, të vinë nga diaspora, por unë do mundohem shumë edhe me konceptet e granteve të mundemi të shfrytëzojmë këto pasuri që i shefti këtu nga malet dhe lumi Vardar për zhvillimin e potencialit të agroturizmit dhe ta kthejmë malin, ujin, lumet dhe shumëre me radh në potencial turistik që një qytetari i Gostivarit që vjen Gostivar, ose një qytetari huaj që vjen Gostivar, po një diasporës nuk vi vetëm për dashma dhe për të harxuar para, por vi dhe të shijojë këtë lloj potenciali që i ka Gostivari, me qëllim që Gostivari të ketë më tepër turizëm, më tepër efekt domino, kuptimin e lënies së paras këtu në Gostivar për të krijuar vende të reja punë të çumerat. Tingëllon shumë bukur kjo kur flisni kështu, mirë po. Unë shpresoj sepse në fund të fundit banorët e Gostivarit do të përfitojnë. Ju pyes pak për administratën. Keni thënë që do ta përgjithësoni administratën. Po. Çfarë do të bëni? Do t'i largoni nga puna? Si do ta bëni që administrata të jetë më organizuar, më efikase? Një mas pari nuk duket e logjikshme një person i cili e ka marrë qytetin me 135 punësuar, Arben Taravari në 2017 edhe ka dyfishuar numrin e 300 ose më tepër se 2 fish. Në ndërkohë që Gostivari është numri i banorëve nga 2017 deri në 2025 ka rënë për 40.000. Do të thonë ti ke më pak njerëz për të dhënë shërbime komunale, në ndërkohë që ke 2 fish më tepër të punësuar. Kjo në esencë nuk kupton. Ke një grup njerëzish të cilët për shembull ka diku të 500, të cilat marrin para, marrin rrogë dhe nuk shkojnë punë. Do të thonë unë to njerëz nuk kam për skapse sepse duhet, kjo është një kosto e madhe dhe rëndon shumë buxhetin e komunës. Këto e kanë bërë partitë politike për të fituar zgjedhjet. A do të thotë që nepotizmi si do të menaxhoni me nepotizmin? Për partizimi dhe politizimi i madh i administratës. Unë për këto asnjë emocion nuk kam, sepse unë dua të kam marrë të shërbej qytetit, dua të shiroj shumë para nga që shkojnë nga këto shpenzime jo produktive për shpenzime produktive. Kjo e para një. E dyta, do i nxjerrë më një nga puna ato 135 të cilat janë punësuar me kontratë vepër ose me nominime nga partitë politike. Si do e përdori këtë? Do përdori një mekanizëm që quhet vlerësimi i performancës. Do t'i jap çdo kujt të drejtë që në 6 muaj ta tregon veten. Nëse ato persona të cilat nuk e tregojnë veten, do bëhet vlerësimi i performancës. Në fund të vlerësimit të performancës, ato do marrin një lloj vlerësimi me shkrim, me sasiore dhe cilësore për performancën që ato e kanë. Nëse vitin e parë ato nuk e kënaqin performancën, do t'i jepet një paralajmërim me shkrim, që dëgjoj, ju nuk punoni në mbarvajtjen apo në procesit punës. Edhe vitin e dytë, pastaj nga ky paralajmërim me shkrim do ketë largime nga puna. Unë dua që të sjellë një lloj gjaku të ri të njerëzve të cilët kanë ide, kanë potencial dhe kanë profesionalizëm për të kryer punë. Nuk më intereson që të kem një administratë
jo funksionale partijake që është në komunë përpunon 18 orë për partinë. Unë dua që një qytetar i Gostivajit, një punëtor i administratës të punon për qytetarin e Gostivajit, që për partinë. Folëm për departizimin e institucioneve në komunë, po si do t'ja bësh në Arsim? Këtu do kemi, do hartoj një lloj, si quhet, një lloj software, edhe çdo mësues të shkollave fillore dhe të mesme në Gostivar do ketë vlerësime 360 shkallë nga nxënësi, nga prindi, nga kolegu i vet dhe nga drejtori. Nëse këto lloj vlerësime nuk e kënaqin kriteriumin e benchmarkut apo një lloj niveli të cilat do jenë sipas pe 1 deri në 10, atëherë do hartoj një plan zhvillimor për atë mësues i cili ka probleme në pjesën pedagogjike, pjesën e komunikimit ose pjesën e marrëdhënies që kanë me nxënësin. A do doja që ty pjesë ju keni qenë njëni si person që jeni shkolluar jashtë vendit. Çfarë do të bëni ju me zhvillimin e arsimit që t'i përgjigjet kërkesave të tregut? Njëre për gjithmonë do duhet, unë kam 5 shtylla, por me 2 s'do bëj kompromis asnjëherë. Arsimi 1 dhe zhvillimi ekonomik, sepse këto dyja janë anët e forta mia. Do kthehet njëre për gjithmonë instituti i shpalljes publike të punës. Nuk do ketë më ti i partisë time, hajde të punësoj te shkolla sepse duhet vota. Do ketë institucion shpallje publike pune. Do ketë një lloj komisioni që do jetë 3 deri 5 anëtarë, do jetë publike, gjithçka që do bëhet në intervistë. Dhe e treta, intervista do jetë meritore, në bazë të meritokracisë. Nuk mund të jetë në bazë të njohjes personale me visarin apo njohjes personale me menaxhmentin e shkollës. Do duhet çdo kush ta meriton veten e punës. Pasi ta ketë merituar, do jetë gjithmonë në lupën e madhe të vlerësimit performancës. Në qoftë se një mësues edhe nxënësi, prindi, kolegu dhe drejtori e vlerësojnë negativisht, ne pas 2 vjetësh kemi të drejtë morale, ligjore, gjithçka që tu aty ti thomi më fal, ama zotëria po zonjë, ti si je për mësues, ti duhet të shkruash diku tjetër ta gjesh fatin tënd. Përpara se të kaloj në pyetjen e fundit, do doja që disa pyetje me përgjigje shkurt, po ose jo. Do të ketë Gosivari transport urban efikas? Shumë. Shtek biçikletash? Trotineta, biçikleta, sepse do jenë ri e thash, s'folem për rinin shumë, po rinia është shumë fokusi i madh i imi dhe do mundohem në çdo lloj bulevardi publik apo çdo shtegu ose rrugë më të madhe që sjellen deri në Gostivar, ti krijojmë mundësi edhe personale më të kufizuara, pleqjve, edhe persona të cilat përdorin këtë lloj mjetësh alternative për veturave. Me çfarë do shkonin punë? Me biçikletë. Pyetja e fundit. Cilët janë 3 projektet kapitale për të cilët nuk duhet premtoni, por që do t'i realizoni? Aqua Parku është një, e cila ma kanë kërkuar edhe do dua ta bëjnë në diaspora, e do të them diçka që ndoshta do ekskluzivisht për ju ta them. Do ta bëj inkubatorin më të madh dhe biznes qendrën më të madhe sipërmarrësie në Ballkan. Tu kemi një lloj garnizoni ose një kasarne që është ushtarake, që është në porosi të komunës, edhe ta kthej atë kasarnë në një lloj ambienti pune për të gjithë rinjtë të cilat kanë një ide, por nuk kanë një lloj pjesë fizike se ku mund ta shpalosin potencialin e tyre. Projekti i tretë? Dhe i tretat janë këto që tham pas garazhet nëntoksore, të cilat janë shumë të rëndësishme për shkarkimin e komunikimit dhe trafikut në nivel të qendrës së Gostivarit. Faleminderit shumë dhe suksese. Faleminderit shumë edhe juve suksese.